Në Korçë ka nisur puna për rikthimin e Skënderbeut të dikurshëm. Skuadra këtë sezon luan në kategorinë e parë, por ngjitja në superiore duket thjesht çështje kohe. Vetën Sport zbulon ekskluzivisht, juglindorët kanë nisur të mendojnë edhe për sezonin e ardhshëm. Burimet thonë se edicionin e ardhshëm, korçarët do të krijojnë një skuadër pretendente për në superiore. Mësohet se dënimi UEFA-s për përjashtimin 10 vjeçar përfundon në muajin shkurt të vitit 2027. Në këtë situatë, sezonin e ardhshëm, në rast se venditet në 4 vendet e para, Skënderbeu mund të luajë në Europë. Për vetëm Sport, burime pranë klubit thanë se po hartohet një projekt për krijimin e një skuadre pretendente në ver me synim titullin kampion në superiore, por edhe për të ecur sa më gjatë në Europë. Në merkaton e verës, pritet një revolucion në ekip, ku nga lojtarët aktual pritet të qëndrojnë vetëm ata më të spikaturit. Duket se pritjes së gjatë të tifozëve korçar po i vjen fundi. Kujtojmë se Skënderbeu është skuadra e vetme shqiptare që ka luajtur 2 herë në fazën e grupeve në Europa League.